Hi goca, sot do të kombinojmë së bashku 3 veshje të ndryshme nga marka Sider. Veshja e parë do të jetë ky fustani. Okej, ky është edhe fustani. Kështu duket veshur. Do t'i shtojmë dhe aksesorët. Kam menduar ta kombinoj me këto çizmet e zeza. Kam vendosur t'i vendos edhe një rip që të ngjajë pak më bukur. Kështu duket veshja komplet me ripin dhe çantën e zezë. Kam vendosur të marr edhe këto syzet. Dhe ky është outfiti i parë. Veshja e dytë përbëhet po ashtu nga një këmishë, po në një ngjyrë tjetër, në këtë ngjyrën blu të hapur, baby blue, që është shumë e bukur. Kam vendosur ta kombinoj me xhinset, që nga këmbët kam vendosur të vesh këto gjysmë çizmet e zeza. Duket dhe veshja e dytë. Por kam menduar që këtë këmishën mos ta lej kështu, por t'i vendos një rip që të duket pak më bukur. Dhe mbasi kemi vendosur ripin, siç e shikoni, do të marrim përsëri këtë çantën e zezë dhe syzet e zeza. Veshja e kompletuar, nëse dëshironi, mund t'i shtoni dhe një xhaketë zezë dhe jeni gati për të dalë. Veshja e fundit do të përbëhet po ashtu nga një këmishë, por do ta kombinojmë me një palë xhinse dhe me këtë jelekun. Kjo është veshja e tretë, siç e përmenda më parë, është ky jeleku që është shumë i trashë dhe i kam kombinuar me këtë këmishën e bardhë, me një palë xhinse, me një palë atlete të bardha dhe ndihesh shumë komode. Këto ishin 3 kombinimet që unë kisha përgatitur për ju dhe mos harroni të më shkruani në koment të preferuarën